A mendoni se kjo fitore detyron atë të riparojë raportet me aleatët, apo i jep atij bindjen se mund t'i sfidojë? Jo, të bëhet mik i mirë, besoj që ai e di fare mirë që një lloj, hajde ta quaj kështu, levit e përdorur ndaj faktorit ndërkombëtar, çuditërisht ndoshta edhe në opinion edhe tek votuesi mund të thënë ka ndikuar pozitivisht. Por sepse ndonjëherë njerëz mendojnë që edhe të hujve duhet të ju thuhet jo. Sa mundet i vogli ose ai që nuk ka kapacitete, siç jep në një shtet i vogël. Por mendoj që do jetë shumë i kujdesshëm. Deri mendoj që do bëhet jashtëzakonisht mik edhe alat, sepse e din që në mandatin e plotë e tij ka shumë procese me të cilat nuk është larg ndërkombëtar me Kurti, të them drejtën. Jo pse është prioritet i politikës së jashtme, qoftë Unionit Evropian apo amerikane, por mendoj që Kurti nuk është aq i marrë sa mos ta di këtë që afërsia e tij dhe bashkëpunimi dhe dëgjueshmëria ndoshta në disa momente do hyjmë në këtë fazën që tash e ka mandatin e ri dhe